Tashmë jo vetëm shoferët, por dhe pasagerët, duke përfshirë dhe ata që ulën në pjesën e mbrapsme të automjeteve, do të ndëshkohen me gjobë në rast se nuk vendosin rripin e sigurimit. Gjoba do t'i faturohet drejtuesit të mjetit dhe vlera për këtë shkelje ka pësuar një rritje drastike pas ndryshimeve të fundit në kodin rrugor. Pas disa aksidenteve të rënda, policia me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë ka hartuar një plan të posaçëm masash për rritjen e elementeve të sigurisë në rrugë, ku përfshihet dhe ndëshkimi për këtë dispozit të kodit rrugor. Masa administrative fillon nga 5.000 lek deri në 15.000 lek, si dhe shoqërohet me pezullim të lejes së drejtimit 6 muaj deri në 12 muaj për drejtuesit e automjeteve të cilët kanë fëmijë në përgjegjësi dhe nuk kanë vendosur mjetet e fiksimit. Kushdo i cili udhëton me një mjet mbas vitit 1990 duhet të përdori sistemet e fiksimit, edhe drejtuesi i mjetit, edhe pasagerët cilët vendosen mbrapa. Kështu që unë do ju lutesha dhe ju bëj edhe qytetarëve të jenë korrekt dhe të zbatojnë këtë dispozit për faktin sepse policia rrugore është zbatuese, nuk është interpretuese e kodit rrugor. Me plane të detajuara vendosje në akset rrugore që kanë ngarkesë, në zona turistike dhe në rrugët e konstatuara si njolla të zeza, policia është përqendruar në ndëshkimin e shtetasve që përdorin pije alkolike, që flasin në celular gjatë drejtimit të mjetit, si dhe drejtuesit e motorcikletave që nuk përdorin kask. Drejtori i ri i qarkullimit rrugor në polici, Art Veliu, bën me dije se gjatë muajit gusht dhe në tërësi për vitin 2016 ka një tendencë ulje të aksidenteve rrugore. Vetëm për muajin gusht sipas tij ka një ulje prej 27%, e më konkretisht me një ulje prej 8% për të vrarët dhe 50% për të plagosurit rënd.